Qytetarët shtëpitë të cilëve janë ndërtuar para vitit 2011 dhe vazhdojnë të jenë të palegalizuara, do të kenë edhe 5 vite të tjera kohë që nga ilegale shtëpinë ta bëjnë legale. Kjo sepse me 67 vota për dhe 5 kundër, deputetët miratuan ndryshimet ligjore në ligjin ekzistues për legalizim të ndërtimeve pa leje të ndërtuara para vitit 2011. Mbështetje për ligjin veç Vemëros dhe Znamit dhanë edhe deputetët e koalicionit Vlen, sipas Bekim Qokut, në vend të vitit 2026, kur parashihet përfundimi të njëjtit, ligji për legalizim do të vlejë deri në vitin 2031. Zgjatja e afatit është e domosdoshme për shkak të numrit të madh të kërkesave të paraqitura në komunat dhe pamundësisë që të gjitha procedurat administrative të përfundojnë brenda këtij afati. Qëllimi është që komunat si organe kompetente të kenë mundësi të përmbyllin procedurat në zhvillim dhe të miratojnë akte administrative të plotfuqishme, duke garantuar siguri juridike për qytetarët që kanë këto lloj kërkesash dhe nevojash. Kundër ligjit votuan 5 deputetët e Levicës, të cilët e kundërshtuan të njëjtin edhe nga Foltoria. Deputeti Sashko Jançev tha se ligji që tani është zgjatur e që është miratuar në vitin 2011 ka qenë parapar që problemin e legalizimeve ta mbyll për 7 vite pas miratimit. Нещо имаше доволно време, ами со продолжувањето на рокот. U stimulua ndërtimi i objekteve të reja pa leje, të cilët më pas u legalizuan duke kesh përdorur këtë ligj. Planet urbanistike janë rregulla e qëllimit, i të cilave është shfrytëzimi efikas i tokës ndërtimore me qëllim primar krijimin e një ambienti më human jetësor. Kur këto rregulla nuk respektohen, e shohim atë që ne po e shohim tani, kaos dhe parregullsi. Situata është e tillë që nuk kemi arkitektët në qytete që duhet të mbajnë rregullin urban në qytet. Edhe pse e kundërshtuan ligjin nga Foltoria, LSDM-ja opozitare u përmbajt dhe nuk votoi as për dhe as kundër këtij ligji. Oliver Spasovski tha se ligji i vitit 2011, edhe pse u soll si zgjidhje superiore, ishte dështim sepse nuk arriti të zgjidh problemin. Следните 5 години во кои што би требало да се дозавршат. Nëse kthehemi prapa në kohë, e shohim se kur u miratua ligji u soll me shumë bujë se do të zgjidh përfundimisht problemet me ndërtimet pa leje dhe se do të zgjidhet problemi i qytetarëve që është edhe qëllimi kryesor i këtij ligji, sepse e dim që shumë nga procedurat e vërtetësisë për pronësi, qoftë edhe të tokës ndërtimore, nuk ishte rregulluar, nuk ishte masa thelbësore të parcelave ndërtimore dhe në fund vim në një situatë që pas 15 vitesh e shohim se nuk funksionon deri në fund ky sistem që ne si shtet i kemi vendosur e rregulluar. Njëjtë sikur se LSDM-ja as për e as kundër nuk u prononcuan, as partitë shqiptare që janë pjesë e opozitës. Ndryshe, kjo nuk është hera e parë që shtyhet afati për legalizim. Deputetët e shumicës siguruan se ligji nuk do të lejojë manipulime dhe se nuk do të legalizohen objekte të ndërtuara pas vitit 2011. Si shembull, u përmendën edhe ndërtimet pa leje në komunën e Çajirit.